Përshëndetje. Dashuria e nënës është si rrjedha e pastër e lumit gang. Një rrjedhë që rrjedh pafundësisht dhe që rrjedh pa asnjë kusht. Nga thellësitë e kujtimeve, sot kemi sjell një histori të tillë, ku unë zhduket plotësisht dhe mbetet vetëm dashuria altruiste. E jani, së bashku me këto pamje të shenjta të lumit gang, t'ju lexoj një histori prekse nga pena e shkrimtarit të njohur Rajesh Chandrani Madanlal Jain, me titull Nëna ime. Nëna ime, sa shumë më ka dashur. Data është 19 dhjetor 2019, kur nëna ishte ende me ne në këtë botë. Është më mirë të fillojmë nga fillimi. Kur kalova nga pafajësia e fëmijërisë në pjekuri, e pash shtëpinë time plot dhe të lumtur. Në atë familje të madhe, nëna ishte qendra. Afërsia me të ishte gjëja më e çmuar për mua. Butësia e saj ishte streha ime. Në shtëpi kishte edhe vëllezër e motra. Nëna ime duhej të menaxhonte gjithçka. Kishte përgjegjësi ndaj fëmijëve dhe familjes. Ajo e mbante bashkë familjen, shoqërinë dhe fenë. E bënte këtë me një ekuilibër delikat. Mes gjithë kësaj i mbetej pak kohë për veten. Ndërsa rritesha, ndjeja një të vërtet të rëndësishme. Ajo ishte e thjeshtë në një mënyrë të mahnitshme. Ishte e qetë shumë më tepër se të gjithë të tjerët. Asnjëherë nuk e kam parë të zemëruar me askën. Asnjëherë nuk e kam parë të humbte durimin. Mbase kjo ishte një cilësi e asaj kohe. Cilësi e nënave që ishin shtëpiake. Me kalimin e kohës, kuptimi im u bë më i qartë. Pash tek ajo një cilësi të veçantë. Një cilësi që nuk e pash te asnjë i afërm tjetër. Ishte stili i saj i jetesës pa kushte. Ajo pranonte çdo kusht të shtëpisë dhe familjes. Pranonte fqinjet dhe shoqërinë. Por për të tjerët nuk kishte asnjë kusht të saj. Sot, kur tashmë e kam njohur dhe eksploruar botën, kuptoj se altruizmi i tillë është i rrallë. Të fshish ekzistencën tënde për të tjerët është vështirë. Është një mision për gjithë jetën. Sigurisht që ajo ishte një figurë e veçantë. Figura që e quajmë përjashtim njerëzor. Në atë thjeshtësi të vazhdueshme të jetës së saj, shija her pas here momente të lumtura. Lalitpur është shtëpia e prindërve të saj. Ajo humbi babain dhe vëllain në moshë të vogël. Afërsinë me ta e kishte vetëm deri në moshën 8 vjeç. Pas kësaj jeta e saj kaloi me familjen e tezës. Në fëmijërinë tonë kur takonim familjen atje, kuptonim vlerat që kishte marrë nëna. Në Lalitpur dëgjoj një ndjenjë së drejtës në zërin e saj. Atje jetojnë edhe sot familjet e kushërinjve tanë. Ata janë të thjeshtë në jetë, por të mëdhenj në mendim. Gjithmonë i tregonin nënës respekt të madh. E donin atë nga thellësia e zemrës. Gëzohesha kur shija dëshirat e saj të plotësuara. Në rrugicat e Lalitpurit ajo ndjehej si në shtëpi. I kthehem përsëri bisedës për veten dhe nënën. Ajo u rrit në një mjedis shumë fetar. Nëna priste nga ne që të mësonim mirë. Ajo donte që ne të njihnim tekstet fetare. Vëllezërit dhe motrat e mia e kaluan këtë provë. Por për mua, studimi nuk ishte interesi im i parë. Më vonë u largova nga shtëpia për studime. Studiova inxhinieri dhe punova larg familjes. Kështu mbeta pas në çështjet fetare. Ajo vonesë më ndoqi gjatë gjithë jetës sime. 5 vjet më parë babai im munda nga jeta. Që atëherë nëna po dobësohej dita ditës. Në 2 vitet e fundit ajo është e lidhur pas shtratit. Dhimbjet e kyçeve ia bën të vështirë lëvizjen. Familja e vëllait tim kujdeset për të me përkushtim. Trupi i saj tani është bërë shumë i dobët. Ajo peshon më pak se 30 kg sot. Por shpirti i saj mbeti i fortë dhe i palëkundur. Ajo tani han vetëm një herë në ditë. Ajo e përqendron gjithë vëmendjen në rrugën e shpëtimit. Përkundër dobësisë, mendja e saj është plotësisht e zgjuar. Ajo ka një mendje të mbretë në mënyrë të mahnitshme. E mban mend çdo tekst që ka mësuar në jetë. Bota e saj tani tkurret në një dhomë të vogël. Por as aty nuk ka asnjë ankesë. Gjërat e botës nuk i duken më të rëndësishme. Ajo shpesh përsërit një fjali të vlefshme. Kërkim ndjese të gjithëve, falje për të gjithë.
Kërkon ndjes nga kushdo që mund të ketë lënduar. Dhe fal me gjithë zemër këdo që e ka lënduar atë. Motra ime e madhe Kiran e kuptoi këtë shumë mirë. Ajo i dëgjon lutjet në telefon çdo ditë. Ina i mban mend të gjitha përmendesh. Por ajo dëgjon me shumë emocion dhe gëzim. Siç thash, unë jam djali i saj që kam mbetur pas. Për shkak të distancës e kam të vështirë ta ndihmoj. Rreth 2 muaj më parë më lindi një ide e bukur. Mendova se mbase edhe unë t'i lexoja tekstet fetare. Që atëherë, në çdo ditë pushimi i telefonoj. Ajo pret me padurim kontaktin tim. Më kërkon pjesë të veçanta të lutjeve. Në 2 javët e fundit ajo ka një dëshirë. Ajo dëshiron të dëgjojë Bhaktamar Stotra. Shqiptimi i sanskritistes është një sfidë për mua. Ajo di gjithçka me përpikëri të madhe. Por ta dëgjoj këtë nga unë i jep asaj paqe. Të bësh këtë 1 orë në javë. Dikujt mund t'i duket se është shumë pak. Nëna ime po më kërkon kaq pak. Por me të vërtet ajo e di, ose unë e di. Ajo po më kërkon diçka të madhe. Ajo pret prej meje të eci në rrugën e shpëtimit. Në jetën e saj shihet një harmoni e mahnitshme. Jeta e saj shpjegon vargun e njohur. Të jetosh për veten nuk është jetë, jeto për botën. Por brenda saj rrite edhe lidhja me shpirtin. Ajo na mësoi shumë vlera morale të vlefshme. Ajo i mësoi edhe 2 vajzat e mia. Në ndikimin e saj u formua personaliteti i nuseve. Ajo ishte burim frymëzimi për të gjithë nipërit. Ajo na përsërit gjithmonë dhe na thot: të folurit për të keqen vetëm për hap të keqen. Prandaj duhet folur vetëm për të mirën për të fituar. Motra ime e madhe Kiran i kujton ato fjalë. Nëna gjithmonë largohej nga punët e të tjerëve. Ajo mësonte se nuk ka kuptim në tënden dhe timen. Ky mësim është pasuria jonë më e çmuar. Falti gëzojmë respekt në shoqëri. Ne besojmë në lidhjen dhe unitetin e njerëzve. Kur nuk do të jemi arsye për ndonjë mosmarrëveshje. Nëna na dha vlerat fetare për shpëtimin ton. Për të çliruar nga vuajtja e lindjes dhe vdekjes. Data është 26 prill 2022. Nuk kishte nevojë për asgjë materiale prej nesh. Ajo vetëm donte që ne të gjenim të vërtetën. Mëshira e saj ishte si ajo e shenjtorëve të mëdhenj. Ajo dëshironte mirësinë për të gjitha qenjet. Pas largimit të saj në vitin 2020, ishte periudha e vështirë e koronavirusit. Krijuam traditën e studimit të përbashkët çdo ditë. Ajo traditë vazhdon me krenari edhe sot. Ja kushtojmë këtë dëshirës së nënës. Kiran, Shoba dhe Rachna e sigurojnë vazhdimsinë. Sot e ndaj këtë përsëri në kujtim të saj. Sa po dëgjuat fjalët e Rajeshit për nënën e tij. Kjo është një traditë e gjallë që nuk pushon. Dashuria e vërtetë qëndron në zhvillimin e shpirtit. Sot nëna nuk është me ne fizikisht, por studimi i përbashkët e mban atë gjallë. Zgjedhja e të mirës është gjesti më i sinqert. Zemra dhem ndërsa ndajmë edhe një lajm sot. Zonja Shoba, motra e Rajeshit, ndërroi jetë në janar 2026. U nis për një udhëtim në gjurmët e nënës së saj. I tregojmë respekt të madh në këtë prezantim. Faleminderit që na dëgjuat. Mirupafshim.